Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë për të përgatitur një recetë ëmbëlsire për festat e fundvitit. Është receta sheqer pare. Përbërësit i kemi gati, fillojmë pa humbur kohë ta përgatisim recetën. Do të përgatisim sheqer paret në fillim dhe më pas sherbetin, për arsye sepse sheqer paret do t'i lëmë të ftojnë dhe sherbetin do t'ja hedhim të ngrohtë. Do të vendosim mielin fillimisht ku më parë e kemi situr. Do të vendosim miell semola. Edhe mielin semola e kemi situr. Vendosim sheqerin pluhur. E sitim sheqerin pluhur, sepse krijon ato kokrizat. Do të vendosim paketën për kullim, për pjekje. Vendosim një sheqer vanilje. I përzim bashkë dhe tani vendosim përbërësit e tjerë. Do të vendosim një kokër vezë të plot, dhe do të vendosim vetëm të bardhën e vezës. Të verdhën e vezës do ta lëmë për të lyer sheqer paret para se t'i vendosim për t'i pjekur. Do të vendosim vajin e lulediellit ose vaj misrit, çfarë ju të keni. Vaj ulliri jo. Vendosim edhe gjalpin. Gjalpi do të jetë gjalp ambienti. Fillojmë të punojmë. Merreni enën sa më të madhe kur të përgatisni brumin, sepse punoni dhe më lirshëm dhe brumi bëhet më kollaj. Formimi i brumit që ne dëshirojmë për të përgatitur varet shumë nga cilësia e miellit dhe forcia e tij. Në qoftë se brumi ju del i butë në bazë të përmasave që do të bëni recetën, atëherë do ta plotsoni dhe me pak miell derisa të arritni brumin që ju dëshironi. E kemi përfunduar edhe brumin, tani do të fillojmë të formojmë sheqer paret. Do ta punojmë pak në banak. E punojmë brumin për 1 minutë. Brumin e kemi gati, fillojmë të formojmë sheqer paret. Para se sheqer paret t'i formojmë dhe t'i vendosim në tavë, do t'a lyejmë tavën me pak vaj. Ju format mund t'i bëni si të dëshironi. T'i lyejmë me të verdhën e vezëve. E kemi përfunduar edhe lyerjen e sheqer pareve, tani do t'i bëjmë me pirua për t'i dhënë një dekoracion të bukur. E kemi përfunduar edhe përgatitjen e sheqer pareve, tani do t'i vendosim në furrë për t'i pjekur. I poqëm të dyja tavat e sheqer pareve dhe tani do t'i lëmë të ftohen dhe më pas do t'i hedhim sherbetin e nxehtë.
Vendosim sheqerin. Vendosim ujin. Vendosim edhe një fet limoni. E vendosim në zjarr për ta përgatitur. Do ta zjejmë 8 deri në 10 minuta. Sherbeti ka përfunduar, e heqim nga zjarri. Sheqerparet na janë ftohur, sherbetin do t'ja hedhim shumë të nxehtë. Fillojmë t'i shërbetosim. I mbuloj dhe do i lëm derisa sheqerpare ta ketë thithur të gjithë sherbetin. Sheqerparet e kam pirë pothuajse sherbetin. Tani ti shohim se si na janë bërë. Sheqerparet janë bërë shumë të mira. Edhe sherbetin e kam pirë dhe janë bërë shumë të shkrifta. Kanë kulluar plotësisht. I vendosim sipër sheqerpareve nga pak fistiqe. I kemi bluar para se t'i vendosim këtu. Është një recetë super e thjeshtë për të përgatitur. Sheqerparet i kemi gati për t'i servirur. Ju bëf të mirë, me plot shëndet dhe mbarësi në familjet tuaja. Gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri.